Në 2013 premtoi ujë 24 orë, nuk e solli. Në 2017 premtoi prap ujë. Në 2021 gjeni çfarë premtoi. Tani në 2025 premton pasaportën europiane. Domethënë premton prap ujë, por në Stockholm. Ai të jep pasaportën, ik lau atje. Puna është se kryeministri ynë po premton një gjë që nuk e ka. Ai s'mund të jap pasaporta BE-je, sepse asnjë lider në Ballkan nuk e ka atë superfuqi. Vetë europianët e kanë thënë qartë, ky objektiv s'arrihet brenda një mandati dhe s'është i lidhur me një parti. Atëherë pse po na shet përsëri ëndra me çmim fushate? Le të themi për një sekond që mrekullia ndodh. Shqipëria merr pasaportën e BE. A e dini çfarë ndodh pas? Ne prap do të jemi duke pastruar aeroportet e Europës, vetëm se këtë herë me pasaportë europiane në xhep, sepse europian nuk të bën pasaporta. 700.000 shqiptar kanë ikur për të marrë atë pasaport vet, me djers dhe shpesh me lot. Janë larguar sepse s'pan as shpresë, as normalitet, as dinjitet. Dhe tani njeriu që nuk mundi t'i ndalonte, pretendon se mund t'u jap me ofertë për fushat. Dhe kjo s'është më politik, është marketing. Premton si ata influencerat që shesin jeta e bukur në Dubai, ndërkohë që s'kan para për biletën. Pasaporta europiane është cinizmi më i madh që është dëgjuar në fushat që prej 90-s. Në vend që të na sjellë Europën këtu, ai po na premton biletën për të ikur. Premtimi nuk është më Rama të futë në BE, është Rama të nxjerrë jashtë Shqipërisë. S'ta integroj dot, ndaj na eksporton. Llogaria që bën kryeministri është e thjeshtë. Ai beson se shqiptarët s'kan nevojë për ujë, shëndetësi, siguri, jetë apo institucione. Ai kujton se vetmja gjë që duan është një pasaportë që të ikin e të harrojmë çfarë kemi lënë pas. Kështu që kur ta dëgjoni premtimin e radhës, pasaporta europiane për shqiptarët, kujton premtimin e parë, ujë 24 orë. Tani thjesht e ka zhvendosur rubinetin në Bruksel.